Territori i Kosovës për datën 24 qershor do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm, me kthjellime të shumta në pjesën më të madhe të territorit, por në zonat juglindore dhe ato kodrinore priten vranësira kalimtare dhe reshje të lehta pasdite. Temperatura minimale do të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior verilindor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond, dhe në disa lugina deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 10 deri në 25 gradë Celsius. Podujev, 10 deri në 24 gradë. Skënderaj, 10 deri në 23 gradë Celsius. Pej, 11 deri në 25 gradë. Prishtinë, 10 deri në 26 gradë Celsius. Gjakov, 11 deri në 25 gradë. Malishev, 11 deri në 24 gradë. Gjilan, 10 deri në 25 gradë. Ferizaj, 10 deri në 25 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 24 gradë Celsius. Suhare, 12 deri në 24 gradë. Prizren, 11 deri në 25 gradë Celsius.